Faleminderit. Ju çushene? Mirë edhe ne. Tregom gëzim si përjetoni ditën e sot me festën e Bajramit, në fakt, edhe me hallat, a vin hallat për Bajram? Po valla për shtatira më ju kallzu që ne përjetoj me halla. Tregom, hajde. A vin në mëngjes? Po realisht ato një ditë ma herët vin. Me buvenin. Okej. Pastaj? Mas ne e zgjosin sot zgjot Bajrami. Kur po qëllë që këj i vogli 6 dit, po na sakatojnë. Këj modhi 3 dit. Pak hajgare, që une kështu të me jaudhon, si me thonë, me marrë ju një rezultat pak ma... Po, bravo. Ma real. Une për veti nuk është që e testoj shumë Bajramin me thonë drejtën, se diçka më duket pa lidhje. Po pse duket pa lidhje më trego? Po s'di valloj diçka këtë më duket, a bedin diçysh s'di. Nuk e di. Thjesht pritoj më shumë herë. Okej, cila është arsyeja që... Këtë arsyet me uen që kjo me shku mu sill ka 4 herë njëjtat diçysh shko atje që shko dikun që thek ajo hajde thërëm apo vjen apo vi apo vjen një tash apo vina na qyshini ju çapo bëni llopet e njëjta. Po këto ëmbëlsirat edhe këto zakone që i kemi gjithmonë për këtë festë, ai praktikoni? Ëmbëlsirat jam tip që sheqeri nuk e konsumoj shumë, kështu që abden nuk është që merr molle a diçka për to, po kështu më duket si festë, më duket pak diçka që pak bajat më duket, atë se diçysh di shumë përsëritën sanet, atë në sanet e përsërisme nashta jam tip që më shkoj nerva edhe tani për çata. Bën më tonë shpejt. Mirë, po familjarët e tu? Familjarët e mi për fat, mirë po. Ata po te jo. Ata e bestoj po ne jo. Unë po të kallzoj si të bëhet Bajrami, po një prej atyre që po më duket gëzimet ja ka ndru menjen gruaja. Prej që o martu, po më duket ja ka ndru menjen, se qashtu dhe për halla ke thonë atër. Qka kupto për halla se komprajna e sangara? Po, ke bo diçka. Jo, diçka thishe grunë se lo me shku atje, të nana me punu. Ajo është e vërtet, ato... A është e vërtet që ke ndryshu prej që e bo me gru? Po, normal. Po përse edhe një të martume, e keni ndru burrat sigur. Jo, veç neve s'na ka ndru zakonet. Po, unë mendoj që njana që tamam të bojnë mirë edhe ty, edhe të më do një këshill bashkëshorti ose burre, këtë rast, e ndoshta e kësha marrë për bazë këshillën e ti. Po nëse kësha po që nuk po fitoj diçka, edhe po më bëndom, nuk është e kësha marrë për bazë diçka, thot. E vërtet, po për fat mirë,